Atëherë përshëndetje, dua të bëj këtë video kamerën për Market Jungle në SHK. Dua të ndaj një eksperiencë me ju që është në mënyrë skandaloze. Atëherë bëra një blerje për një djathtë Kaçkavall dhe kam paguar 99.6, që tot në kasë ishte 1.000 lekë, këtu domethënë me faturë kupontat e morë mua më del 99.6. Shikojtë edhe me logo Jungle. Bleva një djathtë Kaçkavall edhe ishte në vlerën 1.000 lekë. Këtu kemi produktin. Këtu është produkti i Market Jungle. Tani do ta hapim pak sepse kurioziteti na duhet domethënë pak. Ta shikojmë se sa lekë paguajtëm 99.6 dhe kemi marrë një produkt që shikoni ku keni produktin. E hapim produktin. Ja, po e hap unë si tuaj. Produkti. Tara! Sa mund të bëj një klient? Ne këtë copë djathtë Kaçkavall. Sa mund të bëj? Sa mund të bëj një klient? Sa si ka fshat? Nuk e hapi. Të Market Jungle. Kjo është në... Ja. E kemi të faktuar edhe. Ja pra, kjo është Market Jungle. Njerëz të dashur, ju këshilloj që më te Market Jungle mos blini. Dyqan më të shpifur nuk kam parë. Nuk e di se që mund bëjë një klient me këtë djathtë. Të asmasja se ha. Jo më ta ha njëri. Jo më të nuk govesh. Zot më falë.